Ema, ti e di që fama që kemi marrë nga kamrat e fsheta ka rrit interesin e emisioneve tjerë na thirrin intervistë. Patjetër Aldi, siç ndodhi dhe me Orgesa Zaimin, e cila na ftoi në emisionin e saj në kanalin e radios. Por si do sillemi ne? Dhe më fal, kush është Orgesa Zaimi? E kam kështu si Ema, por nuk e di kush është. Me që na ftoi në emision, tham pse jo të mos i bëj një prank. Tani ne po futemi sepse do montojmë kamerat te studio, ja. E Orgesës. Tani gjithë stafi është në dieni, Orgesa halas ka sepse s'ka shkuara për emisionin e saj të mëngjesit, kështu që futen. Sa po i montuam kamerat tek studia Orgesës, plani vazhdon të jetë foj. Tani presim derisa të vijë ajo, që ne të futemi. Ne po dalim herë që kur vjen ajo dhe ne këna mirëpreset, dhe ne sigurisht ishim këto. Ema, hajde hiqim. Do bëjmë sikur se dim studion. Orgesa sa po erdhi? Ne tani do ikim atje të ta takojmë sikur asgjë s'ka ndodhur, sikur tani sapo kemi arritur. Hi, si jeni? Mirëmëngjes. Sa mirë? Mirë se erdhët. Faleminderit. Si jeni? Do të ulna? Këtu ne jemi në radio, besoj se jemi familjar me radion, apo Ja, kemi qenë në radio? Kemi qenë asnjëherë hera parë. Nuk e di ku doni të uleni, këto janë vendet. Ha, Si ku do të ulesh? ndjeni mirë që t'ju kem edhe përballë. Okej. Dgjoj, do fillojmë regjistrimin, pjesën domethënë që do bëjmë, do të bëj disa pyetje. Okej. Kamera. Uroj të na shkojë mirë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Të dashur dëgjues të Radios Klab FM, sot kemi një super program, është një nga ato programet e veçanta që unë kam shumë për zemër, kjo sepse do të sjellim njerëz të guximshëm. Pse them të guximshëm? Sepse ju shohim kun veten kur flasim. jo, nuk do ta shikoni sepse radio është tjetër gjë. Edhe Dhe meqense jemi te guximi, si nisi ky projekti me Andalen, si u bët ju pjesë e këtij projekti dhe këtij stafi, po themi që po jesi Si u shumë bam. mirë dhe në treg. Po, kena shumë mirë se e meritojmë, nuk ka se meritojmë. Po, duket qartë që na pëlqen më shumë televizioni se radio. Nuk është se radio na jep ndonjë gjë, kështu që pse jo, tham të provojmë me televizionin. Dhe siç e the ti, quhet Andale, jo Andale. Andale, kam bërë spanjisht në Duolingo, po si duket se pas kam bërë mirë. Çati them, radio ja. Si ti Ka pas një situatë të sikletshme kush ka qenë në një po themi VIP që Tani. ka qenë i tmerrshëm ose Tash me të drejtën ja këtu po vjen siklet shumë. Mua? Po, pak. Si ma siklet se të qenë të radio ja, nuk na kanon më i herë. Çe ka pak siklet shumë. A keni këtë problemin domethënë që doni sa më shumë reach Po, në Instagram edhe kështu. Po Si si vëmendje. si dihet, sepse dhe unë jam e famshme. Domethënë mbase mund të keni një ide për mua që jam kështu në radio, po kam edhe unë TikTok, Instagram. Orgesa Zaimir, Zaimi. Zaimi, po. Mos thosh Zamir më Ke anë thënë mos e ke fare gjë. djali se Jo, ma ka thënë Jo, kam thënë, po thjesht është është pak problemi i emrave kështu, edhe unë i harroj me të drejtën. Në post për këtë Po, intervistë. po, Nga po. shumë interesante, po hajde inshallah bëjmë dhe unë e famshme. Po inshallah. Inshallah gjithë për atë po luftojmë, po. Sepse ke një CV tonë besoj se ti je marrë me kulinari me kuzhinë, Jo, nuk e di me CV-ja çfarë. ime nuk Është këngëtar. Këngëtare. Është këngëtar. Këngëtare. nga muzika merrni vesh domethënë. A merr vesh ti? Cilat janë Merr vesh edhe ti? Merr vesh dhe ti pse s'po marrim me. Batuta e bukur kjo. Po duket një nga intervistat më cool që kam bërë. Tani meqense jemi në programin tim, që është program muzikor dhe ne kemi folur pak më parë edhe për muzikën. Mbase dua të di pak nga shihet tuaja muzikore, sepse kam përshtypjen se brezi juaj pëlqen këngë të cilat nuk e din që janë këngë të dikujt tjetër. Unë jam më shumë te muzika, Gjedo Luca. muzika popullore, por edhe muzika vajtuese për shembull. Më pëlqejnë shumë këngët e Shkumbin Ismaili. Shkumbin Ismaili i ka disa këngë shumë bukura. Po më rrep zemra shumë tani në këtë moment mbase prej. Çe kam pa dhe herë fren, nuk dua të çaj, por lotët dalin vetë, nuk mund ta besoj. Bravo. Unë në fakt dëgjoj këngë spanjolle shumë, më pëlqejnë këngët spanjisht. Nga Andale besoj Po, ka lidhje. dhe pikërisht energjia tërheq energjinë, kështu që më pëlqen këngë reggaeton, Karol G, ngjoj shumë këngë tjera domethënë. Dhe Shkumbin Ismailin e dëgjoj. A më ke thënë ti vet? Më prit deres. Si jetë. Dhe patjetër që e morëm si sfidë dhe arritëm deri në Po fund. jemi në Një minutë, ose na kanë thirrë te një kështu radio. do flasim? Një sekondë, Ja, veç një s'kuse. minutë. Te radio s'di që është burr televizor. Dalim televizor në? Jo.
erdhën për respekt të burr, erdhën për respekt të orgesës e burr. Kjo një burr. Orgesa Zaimi. Orgesa Zaimi ka qenë te ajo te do të bëj lum. Çka ka qenë? Te kënga magjike. Po jo, më jo se sa tallavash po. Po çfarë po sqaron shokun ti se kush ja mund tani seriozisht? Jo se po ja them për radion. Te radion. Nese, ne hajde se ti bim rapa se ta tallava pa tallava. Te cili zhanër ke qenë tallavaja? Te tallavaja? Jo, nuk bëj tallava. Okay. Nuk bëj tallava. Se thash po e ka lexuar. Rock. Rock. Rock, thot rock. Qa rock? Rock. Rock me kitare. Kitare. Me Aleksandrën apo se njeh Aleksandr Gjoka se e kam kushi? Aleksandr Gjoka? E njoh Aleksandr. Okay. Ka punuar me Ka Aleksandr. punuar me Aleksandrën. Ka punuar me Aleksandrën. U prishën se për aksione më kjo. Le se flet pak për çart. Mbyllë se që kanë. Qa? Fal par zotën. Vazhdoni ju se. A jena pa audi, nuk Jo, meqense vajti kështu puna, jo e kam seriozisht tani se s'po flas domethënë me mikrofon se është shumë Pse? Po nuk mund tani ta bëni këtë, vini diku, mos merrni një zero informacion. Unë nuk fyem se kam fare problem sepse nuk duaj që njerëzit më njohin të gjithë, domethënë. Jo, po ti na ftove ne. Thjesht, po unë të ftova, po unë të respektova, domethënë ti erdhe me sulm, me ke parasysh edhe po edhe ne të respektuam. Ne nuk po regjistrojmë tani se nuk është normale gjithë kjo intervistë, unë s'kam as ku ta kap, ku ta pres, çfarë ti bëj, domethënë si ta nxjerr, e kupton Po se ti mund të bësh siklet, nëse nuk jam nga ato personazhe unë domethënë, shi. Të seriozisht e ka ky. Se ti të kam shkruar. Mund ta bësh pyetje dhe përgjigje mund, le të vazhdoj të flas. Nuk është problem. Nuk ka problem. E lëm fare, e lëm për një ditë tjetër, edhe se unë e kam shumë ditë tjetër, për zotin ne jemi për xhirime, nuk është se kemi shumë kohë të Ka gjerë. problem, s'ka problem. S'mund ta gjejmë konkur. Të duash ti. Nuk ka problem se unë nuk e di tani unë që kam bër flakë kuqe është mund ta pak gjejmë sikletë. Siklete e di të kuptojmë dhe ne jemi siklet. Profili i emisionit është i tillë që nuk mund të flasim telefon gjatë kohës e kështu. Patjetër, po edhe ne kemi një profil emisioni. emisioni. Respekti domethënë për prezantuesin, se keni iden kush jam, domethënë përmendni gjëra pa lidhje dhe mua më vendosni shumë në sikletë, kupton? Skepse më siklet se ti nuk je fëmijë. Jo, nuk ka problem. Ti si je fëmijë, por puna se ne s'mund vim, jo. Pse të dalim? Shumë rrallë domethënë ftoj njerëz në emision, sepse është emision one man show që e vlerësojmë shumë. Doja domethënë se nga ajo që dhe kam parë gjithkohës, domethënë që jeni dhe mua më duket shumë e sikletshme dhe më beso s'më ka ndodhur kurrë. Po ja gjithmonë ka njerëz të parë për çdo gjë po tani. Se më than one man show. Tash nëse ke one man show, më one man show. Mos na thonë këtu dhe na thuaj jo po one man show. Nisi aty ku ishte. Po. Okej, jemi rikthyer në pjesën e tretë të programit për sot. Do më duhet tani që shpejt të bëjmë disa pyetje të shpejta. Ishte edhe një kuriozitet për profilet tuaja, duke qenë se ju tani jeni prezantues, blogger. Jo, si jena prezantues. Jo, më fal, tash. Nuk kemi prezantues në fakt, se tani ti deri këtu ishe shumë mirë, këtu gabove. Po ishe, po puna është se kur thashun na këno tallavati the nuk nëjt tallava, dhe unë nuk jam prezantues. Tash nuk këndoj tallava, po jo se kam asun jam prezantues. Absolutisht, asun. Ne jemi prezantuesit. Jo, si jam unë prezantues, respekt kush prezanton, e dum fort atë që bëjnë, e dum fort tjetrin. Ne jemi shpirtë lirë në terren, bëjmë çdo lloj gjëje, kupton, ne jemi aktor, jemi improvizues, të gjitha i kemi kështu. Mekanike, jeti hidraulike si jo. Po vetë dia faktin domethënë sa e rëndësishme është për të rinj sot, domethënë ai shkollim dhe ai diplomim që kanë, ato profil dhe çfarë bëjnë pastaj, sepse këtu ka gjithmonë debate. E kuptoj, ke ngatruar format sepse ne jemi te shoqata e arsimit ose ministria. Nuk kemi për këtë punë, na vjen keq. Thjesht një mbyllë pak atë regjistrimin. Shiko, shumë faleminderit që erdhe, se edhe për mua domethënë ishte shumë. Fala, na keni disa pyetje tjera, janë 20 sa pyetje. Jo, nuk mundem do se tani në këtë moment domethënë edhe përfundoj koha që kishim në dispozicion, 35-40 minuta domethënë zakonisht kanë për çdo të ftuar. Po. Folët shumë bukur, keni dalë shumë mirë domethënë, thjesht unë nuk mundem do të them sepse unë nuk di më çfarë t'ju pyes, domethënë unë realisht nuk di se çfarë t'ju pyes. Po ke shumë për ta pyetur, se ne kemi material pafund. Po pra, unë kam gjithkohë që përpiqem më të mirë, domethënë t'ju vi rrotull, unë nuk di çfarë t'ju bëj tani. A ka në mënyrë tjetër më të keqe? Shiko, postura e radios, pozicioni i radios me gjëra të tjera ndryshon me çfarë jeni mësuar ju më përpara në televizion. Vini me pijama, po nuk di se çfarë bëni. Domethënë radio ka një lloj serioziteti. Pijama ne kemi ardhur shumë veshëm, shumë të lam, patjetër. Pa kema me zinxhir kapë, me zinxhir se kshu kapën njerëz. Jo, patjetër. Domethënë thjesht domethënë duke patur edhe mirë kuptimin tuaj. Jo, sa punë mirë kuptimi. Sa punë mirë kuptimi. Çfarë ti bëj kësaj interviste realisht, domethënë edhe nuk e di jam shumë. Po patjetër, mos e
hedhësh, ne të erdhëm të respektuam, ti Jo, është ide do jote. hidhet ajo, do hidhet sepse ne kemi fare imazh, ja kena këtu. Jo, lëre fare. Jo, s'kesi me lan fare o shok, s'kesi me lan fare, sepse ne Vazhdojmë. erdhëm për respekt tani, Patjetër. për respekt se je dikushi. Noshta se kena fort idenë, çse çamu. Sepse brezat ndryshojnë. Po. Si ja kishe fare idenë kush jam unë. Po ndryshojnë Jo, brezat, fare i qartë që se ndryshojnë. kishe idenë. Brezat o Tashi, orgesa. na vje keq. Tashi ne erdhëm për respektonin. Ti bane disa pyetje shumë bukura, kishte edhe pyetje me nuancë aty. Po. Nuancë gazetarie tregon që merr vesh nga kjo punë. Organizoj Pikërisht. 5-6 pyetje dhe bani për smarit, sepse ne s'mund vim në për radio, sa radio hapën, oho, do dalun telefon. Ne erdhëm për respekt, a kupto? Se na than ikni se është gocë e mirë, është punëtore, tham hajt po ikim. Unë ju bëja pyetje, ju jeni kështu domos si sikur ngacmoni gjatë kohës doni të gjeni diçka, kupton, doni të Fal gjeni bagazhin dikërën tregoj, mos në- hajde në me kaq. biçikletë dhe më trego mu bagazhin. Unë vin këm, nuk Po vin he pra, ti biçikletë. vjen në kam dhe më trego Se bagazhin. çfarë problemi ka të vish në këmbë tani? Se Jo, jo, koncepti është metafor, mos më bë, a metafor, ti ke 14 vjet e Po, pra, kupton. po, Ti nuk- nëse ke janë në bagazh vjen me letra thu, Po. zotni i dashur, çu ku janë pyetje. A e mbarojmë pak të momente, lutem, faleminderit shumë për kohën tuaj. Po, edhe- jo, s'ke pse vret mendjen për kohën tonë, ne kohën ta dham, s'dite me e vlerësu kohën, ne vazhdojmë rrugtimin tonë, asgjë s'ndodhi. Jam në një siklet shumë të madh tani edhe nuk mundem dot, kështu që hajde Po jo, më sa dalim punë jashtë. ka Si dalim jashtë, po mos e... Hajde, 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 jo, jo, hajde, Ej, hajde. lutem mos e bëj këtë gjë, ej, lutem. Po jo, po jo, se është kamerë e fshet. Është kamerë. Ka futi joti do. Si, kemi marrë masat, ne kot nuk erdhëm në emision Gjithë sot. stafi e ka dilë që do Edhe t'jena. me kamerat e punës? Po. Jema mirë. Jo, unë nuk e dija dukem që jam e skuqur, domethënë. Jo, Jam nuk në duket një fare. siklet, unë nuk e di si do të vazhdoj ta bëj këtë emision, realisht domethënë. Se këtu bëjnë gjëra serioze, nuk bëjnë gjëra kështu çfarë bëni juve, kupton? tash do me ty çik. Ema nuk më ka ndodhur asnjëherë kjo situatë. Domethënë unë nuk e prisja që të sikletosesha, e mbaj veten kështu si një luanesh që jam, Po normal. por Aldi ishte i Aldi tmerrshëm. është e ka në karakter. Ándale.